Big Brother duket se është futur përsëri në një lojë tensionesh pas rikthimit të Eglit në shtëpinë e Big Brotherit. Për të folur për këtë dhe për dinamika të tjera, kam në një lidhje Skype ish banorin e Big Brother Elton Toze. Elton, shumë faleminderit për mundësinë që na jepni të analizojmë dinamikat siç vetëm ju i Kënaqësi, shihni. kënaqësia ime. Elton, si e ke parë rikthimin e Eglit? A është i njëjti person, është rikthyer me tjera motive, pra ka një farë mëllefi nga brenda apo thjesht është ajo Egli që ka qenë më përpara dhe tani është rikthyer duke parë dhe opinionin e publikut? Dëgjoj, unë do të thoja, për shembull, do të isha shumë i lumtur nëse Egli do të ishte rikthyer me Eglin që ishte Egli kur hyri në shtëpi. Nuk e shikoj që është ajo, është një Egli krejt tjetër, është një Egli që është hakmarrse, është një Egli që ka hyrë me një qëllim të caktuar, është një Egli që ka dalë, ka bërë 9 ditë pushim, ka parë çfarë ka ndodhur, ka mësuar, është një favor shumë i madh që i është dhënë. Nuk e di, po nder më të madh se mund të jetë bërë një lojtar në historinë e Big Brotherit është vetëm Egli Tako, që në gjendjen që ajo ishte, doli, pa ç'u bë, se çfarë bëheshe ja, çfarë thuheshe, ku ishte dhe çfarë duhet bënte për ta rregulluar. Kështu që për mendimin tim është futur thjesht për tu hakmarrë ndaj gjestit edhe Rozanës që do t'i marri vëmendjen komplet, sepse pasi e ka parë që këto janë lojtarët që kanë më shumë audiencë. Nga ditët e para që keni parë në rikthimin e saj në Big Brother, a ju duket që mund t'i shkoj loja e hakmarrjes, pra mund ta çoj këtë lojë deri në fund, bën ndonjë hakmarrje? Hakmarrje po bën, për sa kohë ajo po e mban larg gjestin, për sa kohë po sillet. Është ajo që kam thënë edhe një herë tjetër, dashurinë dhe urrejtjen e ndan një fill shumë i hollë. Kam përshtypjen se tash jemi në atë ka kaluar në kahun e sado që ajo thot kam ndjenjë, po brenda vetes saj patjetër që ajo ka dhe një urrejtje, ka dhe pak nerv, ka dhe pak mllef për atë që ka kaluar. Se nuk është pak. Një femër që është trajtuar si e dashura e dikujt gjatë natës dhe një femër që gjatë ditës ishte sikur ishte as kush në atë shtëpi, kështu që normal që ka mllef, ka urrejtje, ka hakmarrje, prisja shumë më shumë fakt se sa kaq. Mbase kjo është mënyra që ajo ka zgjedhur për ta bërë mbase shkallë këtë gjë. Po refuzimet, mënyra se si ajo po i flet gjestit, mënyra si e largon, mënyra si po e trajton, një lloj si gjesti ka pas trajtuar atë. Me sa duket ka parë Big Brother VIP Kosovën, ka parë se si Xheneta ka trajtuar gjestin dhe ajo po bën po të njëjtën gjë, po e trajton gjestin një lloj si që ka trajtuar diku Xheneta. Eltona, mendon që publiku do e kishte mbështetur akoma më shumë nëse Egli nuk do futej përsëri në Big Brother dhe duke parë publiku si një viktim, le të themi, thonjza, do vazhdonte ta donte akoma më shumë, ndërkohë që tani ndoshta mund të kthehet viktim gjesti. Më ka bërë diçka për shtypje. Momentin kur Egli ka dalë nga shtëpia ka qenë duke 100 e ca mijë followers dhe 2 ditë më vonë ishte diku ke 361.000 followers. Ndje kam qenë bashkë me Ronaldo Sharka në Top Albania Radio, kemi bërë top 5-in e followersve të ndjekësve sa kanë fituar dhe sa kanë humbur dhe Egli rezulton ka humbur diku ke 40.000 ndjekës. Kështu që me sa duket njerëzve i ka pëlqyer viktimizimi i Eglit, i ka pëlqyer pjesa ku Egli ishte viktim, ku ajo ishte duke vuajtur. Të gjithë e dim që lajmet që shesin më shumë janë lajmet e kronikës zezë, janë lajmet ku njerëzit vuajnë, ato janë lajmet që klikohen më shumë. Aty është kurioziteti më i madh për të parë se çfarë po ndodh me këtë njeri, aty është kurioziteti më i madh se çfarë ajo do shkruaj, si ajo do shprehet. Kështu që rifutja po, patjetër që i ka bërë dëm, paktën në këtë aspekt, në aspektin e lojës e theksoj që jo, sepse mënyra se si ajo po los tashti është goxha më mirë nga ajo nga ç'ishte, por kjo nuk është se po i vë dinjitetin asaj në vend, që të jemi të qartë. Për mua, unë e them dhe eri them, nëse unë do të isha familjar i Eglit, unë nuk do ta kisha lejuar të rifutej brenda asaj shtëpie ku u shkatrua. Unë përfundimisht do ta kisha larguar madje për një periudhë kohë jashtë ekranit, të kishte marrë veten, siç ishte dashur dha atëre kur pati patur atë lidhjen tjetër me Olsi Bylykun, pati një largim, reflektim, ishte përmirësuar, ishte shumë mirë, doli, hyri në Big Brother, ishte perfekt kur hyri, çe doj, kështu që kam përshtypjen ka hyrë përveç hakmarrjes, është edhe kjo, mbase janë të dashuruar me famën. Eltona, a ndoshta ka qenë një këmbgulje produksionit apo ishte një dëshirë e Eglit që të bëjë ky rikthimi? Produksioni nuk ka, dëgjoj, produksioni në qoftë se ka diçka korrekte, është produksioni.
produksioni në të tilla raste, jo vetëm që nuk të këmbgul, sepse ti se ke ide se sa e gjatë është radha për ty aty brenda. Sa shumë kërkesa ka. Nuk i intereson produksioni që ti lutet një X lojtari të caktuar, e cila u shkatrua brenda asaj loje, ta rifuzi sepse do produksioni që ta shkatroj akoma dhe më tepër dhe bara pastaj i ngelet produksionin. Kështu që jo, nuk e besoj, produksioni nuk i është lutur, unë e kam hasur Eglin në korridoret e Top Channelit, është e vërtetë. Duke u lutur apo jo, pastaj kjo ishin pyetje të tjera, madje ka qenë Krisa Çavushi, një nga ish banor, që ka qenë aty dhe ajo e ka takuar. Dhe duke qarë Egli Krisës i ka thënë që çam ka bërë ai mua, si u shkatrova unë kështu. Për gjestin. Kështu që jo, nuk ka lidhje fare produksioni, është thjesht një dëshirë e smur e Eglit për të hyrë brenda asaj shtëpie, për t'u hakmarrë dhe jo për të vendosur dignitetin. Ndonjëherë të hakmerresh nuk do të thotë që ti vendos dignitetin në vend. Dignitetin në vend mund ta vendosësh edhe duke nditur jashtë, duke qenë ftohtë, duke qenë konsekuente me veprimet që ti ke për të bërë. Ju tha që Egli po luan më mirë se ishte herën e parë. Jo, më mirë se tha me gestin, kur ishte e varur nga gesti, tani. Por jo më mirë se ç'ishte kur ka hyrë. Pra, në raport me gestin po luan mirë. Po, a në raport me gestin po. A kishte lojë tjetër Egli përveç lojës me gestin përpara se dilten nga Big Brother? Po pse, dëgjoj, Egli ishte një nga banorët më të quotuara në fillim, që t'jemi realistë. Ishte një nga vajzat më të artikuluara në shtëpi. Sepse ndoshta herën e parë, domethënë fillimet e kishte me një refuzim që i vinte ndaj Xumit, pra që Po, ja deshi fati që ta çonte në atë. Dhe ngriti pak të. Po patjetër, i çoi Xumi ishte ai që i hodhi ujë mullirit të Eglit, Egli fitoi goxha pika atëre. Pavarësisht se pastaj u ndruan rolet dhe Egli u bë Xumi e tjerë. Po, ideja është që do ndalen pak edhe te kjo pjesa e kësaj të Xumit, se pash edhe një reagim publik që kishte bërë Xumi, ku i thoshte për followersat që i kanë rënë apo për këto të tjera të manjakllëqet që më duken shumë gjëra pa vend tani, sepse këto gjëra janë ato që ka bërë Xumi dikur. Të njëjta gjë që ka kaluar Egli, Xumi e ka kaluar përpara Eglit, kështu që nuk ka pse ta përtasit Xumi fort sikur çfarë po i ndodh Eglit diçka ndryshe nga çfarë i ka ndodhur Xumit. Është fiks po e njëjta gjë çfarë i ka ndodhur Xumit. Kështu që më duk pak si absurde kjo dhe doja që ta prekja. Ideja është këtu. Unë kam përshtypjen se Egli kur ka dalë jashtë ka bërë një rezume me veten. Ja ka hyrë, ka parë jetën e Gjestit, Big Brotherin e Gjestit, ka parë lidhjet që Gjesti ka pasur, domethënë ka filluar dhe ka bërë atë lidhjen e djellzës. Dhe ka thënë, kjo femër, këtë djalë e ka dashur. Ky si është sjellur me këtë? Ky është sjellur keq. Ka qenë kjo tjetra, lidhja tjetër publike, Xheneta. Kjo si është sjellur me këtë? Kjo është sjellur shumë keq. Po ky çka ka pas bërë, ky ka pas vdekur për këtë. Ka thënë me vete, pse mos bëj dhe unë, po të njëjtën gjë, çfarë ka bërë Xheneta, pse mos ta bëj dhe unë? Egli për mua në këtë rast është duke u hakmarrë në një mënyrë, mos të them që mund të ketë patjetër dhe një lloj të paktën në optikën time ose në syrin tim, mund të ketë edhe një lloj, si ta them, këshillimi me Xhenetën, se si ajo duhet sillet me Gjestin për ta bërë Gjestin për ta rënuar dhe për ta shkatruar, një lloj siç rënoi dhe shkatroi Xheneta në Big Brother VIP Kosova për sa i përket pjesës lidhjes. Pra, ju po thoni që ka pas një lloj konsultimi? Mua më duket sikur, nuk po them që ka pasur, po mua më duket sikur ka pasur një lloj konsultimi, sepse Egli tani po sillet një lloj sikur se Xheneta në Big Brother VIP Kosova. Duke mos i dhënë vëmendje, duke i bërtitur, duke i thënë mush nuk, mu largo, mu bë, dhe po shikojmë një gjesti që është më i varur ndaj Eglit, që po i lutet, që po i shkon nga pas. Kështu që kam përshtypjen që ose edhe sikur të mos ketë pasur, diçka të tillë do e ketë mbatur dhe do e ketë bërë. Elton, po lojën që po bën Gjesti në raport me Eglin kohët e fundit pas rikthimit, si u duket, ka ndryshuar ndonjë gjë? 100% pra. Është ajo që po themi. Nëse deri dje ishte Egli që i shkon nga pas Gjestit, tash kemi Gjestin që po i shkon nga pas Eglit. Dhe madje është një lloj e shkuar nga pas, më keq se ajo që ka pas bërë Egli dikur, duke u lutur për të folur, duke u lutur për të luajtur njëri me tjetrin, duke i kënduar, duke ju afruar ore minutë, vend e pa vend, kështu që
Ka ndryshuar, janë, domethënë, Egli ka ngrënë Gjessin, Gjesi ka ngrënë Eglin në këtë rast. Janë mëshiruar tek njëri tjetri. Elton, një nga diskutimet më të zjarrta që ishte Prime që shkoi ishte dhe disa mesazhe të Rozanës bër ku e ku kusur vite më përpara. Në 2011 kur Neda ka qenë në Big Brother. Të rikthyera me një lloj emocioni nga, po themi, produksioni dhe të komentuar pastaj nga Neda. Kam përshtypjen që ato mesazhe nuk janë rikthyer nga produksioni, kam përshtypjen se ato mesazhe janë rikthyer nga Neda për të vërtetuar mbase atë që çfarë Demek sipas saj, ajo që neve kemi thënë përpara, më duket 2 javësh e kemi thënë bashkë. Që ne i kemi pasur ato mesazhe, kur kemi dashur që të bëjmë publike, nuk kishim se të bënim publike. Kushdo që ka qenë në Big Brother duhet marrë parasysh diçka, ka një fan base të njerëzve që e duan, ka një fan base të njerëzve që nuk e duan. Të gjithë shprehemi në format tona nga më të ndryshmet. Ajo fjala e të shtyp me makinë është një gjë humoristike ku ne të gjithë qeshim. Se sa herë e themi neve brenda ditës këtë gjë, për shembull për një nga lojtarët çfarë të them, ja po të marr Aldon, po ta kisha unë Aldon jashtë, thoja me vete, më dali përpara do ta shtypja. Fjala që bie nda thojza. Kemi pasur brenda në Big Brother njerëz që kanë thënë kur ka qenë Big Brother i Luizit, ke pas Amo Zaharin dhe Dea Michel që ishte finaliste dhe ka thënë brenda në spektaklin e Big Brother bashkë me Kristin, finalistin tjetër, që ky e meriton ta marrësh, ta lidhësh, ta zhveshësh, ta lidhësh pas një pemën, marrë dhe ta djegësh. Domethënë, këto janë disa deklarata, është një lloj humori i zi, i shëmtuar patjetër, por që jo se kjo me të vërtetë të bën dëm. Reagimi që ka ardhur aty ka qenë si pasojë asaj që Neda ka dashur që të përcjell. Nuk ka qenë produksioni, për mendimin tim ka qenë Neda. Neda i hapi varrin vetes me atë, bëri një autogol të papar, pati një lloj kundërreagimi, ajo priste të ndodhte e kundërta, e kuptoi që e shkeli, e kuptoi që në gjuhën popullore neve do të thonim e dheu, dhe i doli çdo gjë kundra. I ka dalë çdo gjë kundra. Neda tashmë është po paragjykohet shumë, po sulmohet shumë, realisht. Është një njeri që sado që unë mundua Demek të tregonte gjatë Prime që shiko, unë nuk është se po mbaj anën e Rozit, po unë po them të vërtetën. Ne e pam gjatë Prime të kaluar, ajo la kokrën e namit duke vazhduar po të njëjtin stil, edhe atëherë kur Rozana kishte drejtë, ajo thoshte jo, ti s'ke drejt, ti prapë e ke gabim. Me gjithë dashamirësinë e Rozanës që i tha mund të më komentosh sa të duash, por atëherë kur kam drejt minimalisht, edhe po se the po të paktën hesht. Në nxjerrje këtyre mesazheve, duket sikur është në kundër të Nedës, sepse deri tani Neda thoshte që unë se kam personale me ty, por dalje këtyre mesazheve sikur e përforcon është ajo që po thoya, pra, e vërtetoi që është diçka shumë personale. Neda e ka një nat personal, dhe në mendimin tim, një opinionist i cili ka urrëtie personale ndaj një lojtari banori të caktuar nuk duhet të jetë më në rolin e opinionistit, sepse nuk jep dot më opinion. Është e pamundur të dali jashtë kornizës, nuk ka dalë, ka 23 Prime sot, që ajo nuk del dot jashtë pjesës së urrëties që ka për Rozanën. Është realisht urrëtie, mënyra se si ajo e trajton. Po, shikoj se nuk është vetëm me Rozin, unë kam vënë re edhe me 2 vajza të tjera. Unë shpeshherë kam dashur, unë shpeshherë kam anatemuar Zhakun tek Big Brother 2, po ka ardhur fiks koha për të thënë Zhaku ku je, hajde se bëm shaka, se kjo domethënë këtë herë është ka kaluar çdo lloj limiti. Të normalizosh dhunën në mënyrën se si Neda e bën, për mua është skandaloze. Nënë e 3 fëmijëve që normalizon dhunën në atë farë feje, vetëm për hir që të sulmoj një X lojtar, për mua është shumë e shëmtuar dhe është skandaloze. Sado që Ledioni megjithatë ja tha Prime që kaloi, ja vuri dhe në dukje, ajo nuk e priste këtë gjë, sepse e pashu u vu dhe në siklet. Po do të më pëlqente shumë që të riktheheshim, e kam kërkuar edhe në YouTube. Neda duhet të ketë diçka parasysh. Neda kur ka qenë lojtare e Big Brotherit, ka qenë një nga lojtarët në thojza, lojtarët, jo njeriu, ta theksoj, lojtarët, ka qenë nga lojtarët më të urryra që ka pasur Big Brother ndonjëherë. Unë mbaj mend fan klubi ku ka qenë i ftuar Neda dhe ka qenë opinionist Olti Curi, ka qenë fan klubi më i ndjekur ndonjëherë. Ku Neda i vajti Olti Curit me dhuratë një libër dhe Olti Curi i vajti me dhuratë një shampo dhe i tha
në qoftë se ti me libër për të lexuar, po t'jap një shans për të larë. Kështu që Neda këtë gjë duhet të harroj dhe duhet të mos bëj sikur të shkuarën e saj e ka fshirë me gomë, siç të gjithë ne që nuk e fshim dot të shkuarën tonë. Kështu që ato që Neda ka lënë pas janë është një gjë që është e dim të tërë pak a shumë, kush e ka jetuar atë kohë, kush e ka parë atë Big Brother. Neda ka qenë një nga personazhet më acaruese dhe më të urryera në historinë e Big Brother, të paktën për sa i përket Big Brother-ave jo VIP. Se pastaj ja mori Olta kthes. A mendojnë që Prime që kanë ngelur pra kohë që kanë ngelur do ketë një reflektim nga Jo, nuk në qoftë se do të kishte, atëherë do ta vërtetonte katër ciprish pastaj që pas ka pasur diçka personale? diçka personale. Kam përshtypjen që ajo do ta vazhdojë këtë sikur është pjesë e opinionit të saj, pavarësisht se tashmë dihet shumë qartë që A nuk del që është personale në momentin që për çdo Prime ti je kundër një po ajo ka personazhi? qenë për çdo Prime kundër. Ajo në asnjë Prime nuk ka qenë pro Rozanës. Edhe atëherë kur Rozana ka pasur të drejtë. Ajo kur arriti dhe mohoi dhe fakti që Rozana i ka ndetur pranë Eglit dhe ka këshilluar, kur arriti bëri dhe atë dhe tha që shiko, ti e ke shfrytzuar Eglin apo ti ke shfrytzuar Livia pa lidhje fare. Kur arriti ka thënë edhe këto, nga Neta tashmë unë çan nuk presë, kështu që nuk është se më bën përshtypje. Madje unë po them, në qoftë se ajo të riqet, atëherë do të më bëj përshtypje sepse atëherë do ta vërtetoj tamam që ato gjëra çfarë Rozana ka thënë janë të vërteta. Kështu që më mirë tha, të thatit mos e ngasmo sepse vjen herë. Elton, një diskutim që vazhdon të jetë akoma dhe ngjan sigurisht një déjà vu-je Big Brother të kaluar mes Julit dhe Eglës, mes Rozanës dhe Laertit, që në Jo, fillim nuk kanë asë edhe një lloj jo, ngjashmërie. në kuptimin e Unë se kote në fund qoftë faq se do të vija në qoftë se do të vija në peshore midis Julit edhe Eglës, këtë herë do vija Gertën edhe Rozanën, po jo Laertin. Laerti është treguar shumë i kujdesshëm. Big Brotherin e vjetshëm kemi pasur sharje të tipit shterp, mizerie, jo, klerë, më maskara. shumë fakt e E të gjithë këto. kisha te pjesa që po themi që ata u thanë që ne snifemi, s'kemi bërë kështu dhe doli një skeç Jo se nuk i njihen, jo, dëgjoj. ndërkohë që këtu ka dalë një foto, në fakt, kote nuk e di a ke Po. vënë në Po rrjet, patjetër, e kam edhe unë atë foto, është mamaja e Laertit, është motra e Laertit, është Laerti dhe prifti, kur kanë marrë çmimin që kanë qenë kish dhe është një histori që Rozana ka rrëfyer brenda shtëpisë së Big Brotherit. Jo, dhe ndërkohë që tha ajo, madje asnjë kafe s'kemi pirë bashkë. Jo, atë e ka thënë Rozana kur Laerti ka marrë çmim, që ka ardhur motra e Laertit ka jashtë, ka ardhur mamaja, i njoh personalisht, kemi vajtur edhe në kish, e ke në Prime kur bëhet fjalë për kafet. Janë 3 Prime që flitet për kafet, se sa kafe ka pirë Rozana me Laertin. Të këshilloj ta shohësh, është një Prime ku Rozana e deklaron shumë qartë që kur familjarët një herë madje kam qenë thotë dhe me familjarët e Laertit, në kish, te kisha ku Laerti shkon, sepse Laerti frekuenton kishën në Elbasan, tek ai zotëria që nuk i mbaj më emrin tash, nëse pak rëndësi ka. Nikol Xhufka, po, se nuk po më kujtoheshe. E ka deklaruar këtë, e ka thënë dhe këtë e ka thënë madje ka qenë Prime se tani po më kujtohet kur Laerti ka lexuar letrën e së motrës. Ky ka qenë. Për sa i përket një marrëveshje që këta thonë, me lejen edhe të familjes së Rozanës, me lejen edhe të Andetës, unë po ju a them sot juve këtu, mbas edhe për herë të parë, Rozanën ne e kemi çuar në hotel, unë, Andeta dhe Loreni, deri Xhaxhaj të Rozanës. Nuk ka pasur asnjë lloj komunikimi me Laertin, Laerti ka tentuar të komunikojë me Rozanën, Rozana e ka dhënë telefonin Andetës, Andeta i ka thënë ende nuk e kemi vendosur, një ditë më vonë kanë hyrë në hotel, nuk kanë pasur, është tentuar nga mbase nga ana e Laertit për të diskutuar, për të folur mbase për të bërë një strategji, e paragjykojnë mbase në këtë rast, por jo, nuk është e vërtetë që të ketë pasur as edhe një lloj komunikimi njëri me tjetrin për të pasur strategji për të bërë një lojë së bashku dhe duhet dini edhe diçka tjetër, çdo lloj strategjie në shtëpinë e Big Brotherit nuk të zgjat më tepër se një javë. E tonë si e keni parë lojën e Gerta Gixharit deri tani, pra se ne në Prime në intervistën që patëm të fundit, ishit shumë skeptik te loja që po bënte ajo, madje Për mua Gerta unë e kam thënë, do ta rikthem, do ta them deri në fund, Gerta ka fatin e madh të jetë finaliste, patjetër, sepse është nga ato hyn te ajo 5 që e lojtarëve, vetëm vendi 5 është një herë hyn Danja, një herë Negli, e bën me radhë.
po 4 vendet janë të konsoliduara. Ka fatin e madh që është pjesë e finales. Kjo i jep luksin të nxjerrë çdo lloj budalliku nga goja. Më vjen shumë keq që një grua e martuar me fëmijë ka hyrë në Big Brother për të folur më tepër që është domethënë është një grua që për çdo fjalë që thuhet jo ti mos fol për mua, un kam të drejtë të flas për ty. Un kam të drejtë të them për ty që ti punon rrugëve, që ti rri nëpër trotuare, që ti shfrytëzon meshkuj, po ti nuk ke të drejtë për mua, sepse un jam e martuar. Po mirë, grua, ti mund të jesh e martuar, po ti s'ka ardhur brenda në shtëpinë e Big Brotherit bashkë me burrin. Burrin e ke në shtëpi. Kështu që po ja hyre lojës çohet deri në fund. Dhe jo, Gerta nuk po më pëlqen fare, është një kopje shumë e shëmtuar e Oltës, shumë. Olta ka qenë shumë herë më mirë se sa Gerta. Përveç se ishte shumë herë më e bukur, kishte shumë herë më klas, pas ka qenë edhe shumë herë më e mirë se sa Gerta. Nuk e di pse këto liksinë e kanë mbas edhe në ADN, nuk e kuptoj pse. Po, realisht unë s'kam parë njeri që të nxjerrë gjatë gjithë kohës të ketë vetëm ligësi. Dhe atëherë kur ka të drejtë, i humbe e tërë logjika dhe i tërë argumenti, i zhytet në një lloj ligësie që i humbe tërë ajo gjëja që ka që të pëlqen që ta dëgjosh. Ka qenë dhe një video që ka qarkulluar kohët e fundit ku Loredana e zgjon nga gjumi Rozanën dhe Rozana e godet në thonjza me shuplak. Tash ti dëgjoj, të vitë të zgjoj unë ty te koka e krevat, pa të njohur. Po e zëm se një. Jemi të dy në një konflikt. Të vitë të zgjoj unë ty te koka e krevat, duke të bërtitur në atë farfeje në vesh. Të ti ke qenë të natën pa gjumë. Ai lloj reagimi kam përshtypjen ti do kapësh shapkën edhe do më gjuash, ë. Jo më me kështu dorë që hik tash. Se është pa logjik. Nuk është ka vepra penale që kryen kur tjerët janë në efektin e alkoolit apo drogës dhe nuk quhen më vepra penale, po merren dhe rehabilitohen, sepse kanë qenë në efektin e asaj. Jo një njerëz që është në gjumë dhe i shkon dikush edhe i mbërtet dhe që ka një reagim instinktiv siç mund të ketë çdo njeri. Në qoftë se ajo do të ishte kaq e rëndë, do kishte reaguar vetë Loredana, do kishte vënë kujën. Po, si e keni parë këtë dyshën Jozi me Loredanën? Duket Jo si me Loredanën mua po më pëlqen shumë. E vetmja gjë që mua po më bën përshtypje është lënien e hije e Rizartës nga të gjithë komentuesit dhe nuk po e kuptoj këtë. Shiko, Rizarta është ajo vajza 20 vjeçare që të gjithë neve mendonim që ka shumë e urtë, po ta vësh re, Rizarta që kur ka hyrë, s'më dukur mua as pak e urtë. Tash që un po bëja një llogari, Rizarta ishte ajo që ju ngjit gjestin. Rizarta ishte ajo që u ngjit Alba. Rizarta ishte ajo që shkaktoi atë bujën e madhe, jo më harxhoi shampo, jo sminte babë, jo bënte sikur nuk e dinte që po fliste me psikologe. Megjithëse ne e dim shumë mirë që kushdo që komunikon me psikologun në shtëpinë e Big Brotherit nuk komunikon nëpërmjet zërit, po nëpërmjet trupit, një, domethënë je face to face, nuk komunikon. Kështu që ka dhënë dy lojtarë të tjerë aty që duket sikur e han bukën kot, por pas ka qenë shumë smutha. Duke filluar dhe shpresoj që ky eliminimi i dytë që do të jetë sot të kapi një nga këta Aldo, Kelly apo Rizarta se është bërë pak e bezdisur. Ndërsa Jozi dhe Loredana do të më kishin pëlqyer shumë të ishin kështu që në fillim, mos ishte një Loredan që t'ishte aq e nështruar kaq i Jozit. Sot po i shikoja, po më pëlqenin pa, kam qeshur me lot, po bënin edhe një tekst bashkë me Rozanën. Jozi nuk që nga ideali aq i keq sa na është shfaqur në fillim, mbase ka qenë një gabim taktik mënyra se si ai na u vetë ofrua, ditët kur ai ishte para se të dilte. Me sa duket dalja i ka bërë mirë, do të ishte mirë që të gjithë banorët kishin dalë nga një javë dhe pastaj të ishin rifutur, ta kishin bërë me një lloj programimi. Do të ishte mirë edhe për produksionin se do ishte ulur çmimi, s'do merrnin më 100.000 euro, po do merrnin 50, do kishin më pak shpenzime, po dhe do ishin më të freskët, do ishin dhe më të mirë sepse do kishin parë gabimet e tyre, sepse po ta mendosh, një pjesë goxha, një pjesë e mirë e banorëve kryesorë kanë dalë dhe kanë hyrë brenda asaj shtëpie. Gerta dhe Rozana, Laerti dhe Valbona janë ata që nuk akoma s'kan dalë nga lojtarët kryesorë, që nuk kanë dalë një herë jashtë shtëpisë të marrin ajër, të lexojnë se çfarë bëhet rreth e qarke dhe pastaj të rifuten prapë. Egli pastaj është fenomeni i vitit që doli 9 ditë edhe tani bën sikur s'ka dalë. është dhe një moment që akoma s'është i paqartë për publikun. Çfarë po ndodh realisht mes Valbonës dhe Laertit?
Ajo që ka ndodhur për herë, midis tyre ka kimi, Valbona e pëlqen, Laerti e pëlqen, vlerësoj shumë pjesën e Laertit që nuk do ta cënoj si femër brenda për brenda shtëpisë, dëshiron që gjërat i lëri kur të dalin jashtë. Më pëlqen dhe Valbona që e ka kuptuar këtë pjesë. Do të ishte më mirë, janë dy njerëz të rritur. Laerti nuk është një djalë i ri, 24 vjeçar si puna e Gjesit, apo 27 si puna e Jozit, apo 30 si puna e Aldos, është 52 vjeç, apo 51 vjeç, sa është, sa nuk e di tash. Është një njerëz që do t'i ruaj kornizat vetes, do t'i ruaj gjërat marrëdhëniet kur dalin jashtë, as ai nuk lëndon në dikë në familjen e Valbonës, dëgjoj se kur arrin një moshë të pjekur, ti nuk mendon më vetëm për epshet e tua, po fillon edhe bësh mendon pak edhe më shumë. Mua më ka pëlqyer kjo pjesë që të dyja ta këtë gjë e kanë menduar dhe më pëlqen se si po shkon. Do më pëlqente shumë që ata të dy të kishin diçka se shkojnë, realisht shkojnë, se janë të dy kur flasin me gishta në vesh, po më pëlqen fakti që do kenë diçka. Unë jam i bindur që ata të dy do kenë diçka jashtë. Ngelet për tu parë, po do ta shohim, do të t'jap, do të them se do e takoj dhe do të them nëse do kenë apo jo gjë. Duke parë rrugtimin e Laertit në mediat shqiptare, a e kishte menduar që Laerti të ishte kaq, po themi, i kulturuar dhe kaq Shiko, Laerti është një i është kulturuar, po kaq i qetë kuptimin që t'i zgjidhte Laerti s'është i gjërat qetë, Laerti ka qenë në rol deri tani. Tash që t'jemi realist. Laerti deri tani ka qenë në rol. Laerti ka qenë unë kam përshtypjen kjo ka qenë strategjia që ai ka pasur. Tash ty sa më shumë me këtë qetësinë dhe pastaj po të shikosh në dy primet e fundit Laerti është bombë. Laerti nuk e afrohesh dot. Dhe jo se nuk i kanë çduar nervat, po Laerti tash ka dalë në lojë. Laerti është ai që tash po luan gjatë primit. Laerti e di që loja bëhet në prime. Ruhet gjatë gjithë javës, debaton, jo me tone të larta, ma vjen prime, ti shiko çfarë ka bërë Laerti Gertës prime që kaloi. Ishte shumë apo një prime tjetër përpara. Laerti tani po luan, ata e ka pasur strategji deri aty të shkonte nëpërmjet emrit të tij i madh, të madh apo të vogël, varet se si mund ta quajnë tjetër, për mua është emër goxha i madh. Ka vajtur vetëm nëpërmjet emrit deri këtu, tash s'ka dashur që ta ezauroj veten dhe nervat e tij. Tash është duke kryer tash po luan një lloj si gjithë tjerët, është muaji i fundit, në prill Big Brother mbaron, është muaji i fundit, është finishi, ka nisur sprinti, kështu që Nëse sonte do ishte finalja, kush do e fitonte për ty Big Brotherin? Rozana Radi. Është vetëm lojtare 360 gradë që ti i ke parë çdo lloj ngjyre, i ke parë lodh, i ke parë humor, i ke parë debat, i ke parë dhimbshuri, ke parë çdo lloj gjëje. Sidomos një me Prime e kaluar që për mua ishte recitali i Rozanës Prime i kaluar. Kam përjetuar çdo lloj ngjyre brenda një Prime. Elton, shumë faleminderit për kohën dhe besoj do shihemi së shpejti me dinamika të tjera. Është gjithmonë kënaqësi. Mirupafshim. Kënaqësi edhe për mua. Gjithë mirën. Mirupafshim. Ciao.